Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu waliyyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Po vazhdojmë me lejen e Allah te baraka wa taala me komentimin e surës Ar-Rahman. Sura prej surave mekkase, e cila ka zbritur para hijretit pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Është suraja e 55 në renditjen e surave në Kur'an dhe gjithsej ka 78 ajete. Është interesant se në këtë sure është një ajet i cili përmendet 31 herë, i njëjti ajet. E që është diçka e rrallë në Kur'an. Në të njëjtën sure përmendet i njëjti ajet 31 herë. Është prej sureve të Al-Mufassal, cilat i ka lexuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në namazet e tij, në të cilat lexohet me zë, në sabah, në akşam edhe në yatsi. Saqë edhe një prej sahabive, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ka thonë që Al-Mufassal fillon këto, jo te surja Qaf ku kena thonë që është e njoftën, po prej surës Ar-Rahman. Siç po e vrejnë edhe prej emrit, surja Ar-Rahman ka të bëjë me mëshirën e Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman i gjithëmëshirshmi. Kjo është surja e rahmetit. Thot Allah subhanahu wa ta'ala në ajetin e parë të kësaj surës, Ar-Rahman i gjithëmëshirshmi. Edhe fillon tregon diçka për veten e tij subhanahu wa ta'ala. E që kjo është emër prej emrave të bukur të Allahut, Ar-Rahman i gjithëmëshirshmi. Është një rregull në tauhid, në aqide, që çdo emër i Allahut subhanahu wa ta'ala e përmban edhe një cilësi. Nëse Allahu është i gjithëmëshirshmi, atëherë patjetër që ai edhe mëshiron. Nga se ka prej grupeve të devijuara që thonë, po emri i tij është Ar-Rahman, po nuk është i mëshirshëm. Allahu nuk mëshiron. Domethënë çdo emër i Allahut subhanahu wa ta'ala i fortë, el-qawi. Domethënë që Allahu ka forcë, jo vetëm që ka emrin i fortë, po edhe ka forcë. Dhe nuk është e kundërta. Jo çdo cilësi e Allahut është edhe emër. Allahu thotë: "Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa." Dhe gjykimit kur afrohet Allahu me i gjyku njerëz, krijesat e tij, thotë afrohet Zoti yt Muhammed edhe melejku, edhe rënditën safan safa melekt. Tash ai bën kjo është cilësia e Allahut, ardhja e tij. A thuhet që Allah është ardhësi, e ka emrin ardhësi? Jo. Do të thonë çdo emër e ka, e përmban edhe cilësinë, ndërsa jo çdo cilësi e përmban edhe emrin. Vazhdon Allahu azza wa jalla thotë Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. E përmend nimetin më të madh, mirësinë më të madhe, cilën e kanë njerëzit. E që është mësimi i Kur'anit. Thotë Allahu azza wa jalla ja ka mësuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Kur'anin. Ne dim që Kur'ani prej mirësive të tij shumë ta kena përmend që është sikurse zemra për trupin ose shpirti për trupin që nuk mundet pa ta, saqë edhe ashtu ka cilësuar Allah subhanahu wa taala. Ka treguar që është edhe nur, është dritë. Wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina. Allah i ka shpall pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një shpirt. Është për qëllim që nuk vlen një njeri i cili nuk ka Kur'an vetën e tij, i cili nuk i pason rregullat e Kur'anit, rregullat e Allah subhanahu wa taala. Ma kunta tadri mal kitabu wala al-iman walakin ja'alnahu nura. Ta kena bua atë nur, dritë. Po ashtu në surën Al-Isra thot Allah jalla wa ala wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Prej këtij Kur'ani, prej kësaj mirësie kaq të madhe, Allah subhanahu wa ta'ala zbret edhe ilaç, shërim për njerëz. Kur'ani është shërim për smundje ndryshme, për smundje shpirtërore po edhe trupore. Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, edhe është mëshirë shumë e madhe për besimtarët. Wala yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dhe ky Kur'an domethënë nuk ja ushton zullumçarëve, jo besimtarëve, vetëm një humbje. Ata të cilët nuk e besojnë Allahun subhanahu wa ta'ala, kur vini lexojmë mësimet e Allah subhanahu wa ta'ala, ajetet e Allahut, ata veç devijojnë hala më shumë.
Kjo është mirësia e parë, allama al-Quran. Ja ka mësuar pejgamberit përmes Xhibrilit Kur'anin. Khalaqa al-insan. Edhe ka kriju njeriu. Laqad khalaqna al-insan fi ahsani taqwim. Allah thotë që në surën At-Tin e kena kriju insanin, njerin, llojin e njerëzve në mënyrën më të mirë, në mënyrën më të përsosur. Edhe kjo është nimet prej nimeteve të Allah subhanahu wa ta'ala që na ka kriju. Edhe na mundson me jetu edhe me fitu xhenetin e tij, me mëshirën e tij. Po normal që mas pare ka tregu mirësi më të madhe. Kur'anin, mësimin e Kur'anit, pastaj krijimtarinë e njerëzve. Allamahu al-bayan. E këtij njeriu të cilin e ka kriju, ja ka mundsu edhe ja ka mësu të shprehurit. Ja ka mësu njerin me fol, me qitë çka ka në zemër, me ditë me u shpreh. Qoftë me fjalë, qoftë me shkrim. Edhe kjo është mirësi prej mirësive të mëdha të Allahut subhanahu wa ta'ala. E që Allah subhanahu wa ta'ala ka përmend Kur'an që prej madhështisë ti, ose prej ajeteve, argumenteve të madhështisë të Allah subhanahu wa ta'ala, janë edhe gjuhët. Shumë llojshmëria e gjuhëve. Wa min ayatihi khalqu as-samawati wal ard. Krimi i qiellit dhe tokës, këto dim që është prej madhërisë të Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Po edhe llojshmëria e gjuhëve tuaja të cilat i flesni dhe ngjyrave tuaja të trupit është argument i madh për Allah subhanahu wa ta'ala. Është argument i madh që tregon që Allah i ka kriju krejt këta njerëz në mënyra ndryshme dhe ja ka mësuar me fol gjuhë të ndryshme. Ash-shamsu wal-qamaru bihusban. Dielli dhe hëna, thot Allah subhanahu wa ta'ala, udhtojnë sipas një përcaktimi të saktë, që Allah subhanahu wa ta'ala ja u ka përcaktuar. E që njerëzit përmes tyre e llogaritin kohën, i llogaritin stint, e dallojnë natën prej ditës, i dallojnë kohën e namazit e kështu me radhë. Wan najmu wash-shajaru yasjudan. Allah subhanahu wa ta'ala i bën në sejdë yjet edhe pemt. An-najm e dim që janë yjet. Najmun i thon yllit. Edhe pembe. Po është tani kuptim tjetër i kësaj fjalës në gjuhën arabe, e që janë pemt të cilat nuk kanë trung, të mbjellura të cilat janë pa trung, të cilat janë të vogla. Edhe këto Allah subhanahu wa ta'ala thotë që i bën sejdë Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi. Nuk ka diçka që ekziston që Allah ka kriju e që nuk i bën tasbih, që nuk i lartëmadhëron Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Por se ju nuk e kuptoni tasbihun e tyre, nuk e din njeri qysh pema me trung ose pema pa trung i bën tasbih Allah subhanahu wa ta'ala. Po dhe kjo është për madhështisë të Allah subhanahu wa ta'ala. Was-samaa rafa'aha wa wada'a al-mizan. Thot Allah subhanahu wa ta'ala që edhe qiellin e ka ngrit shumë lart, edhe Allah subhanahu wa ta'ala është ai i cili e mban. Thot Allah subhanahu wa ta'ala në surën Fatir, inna Allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula. Me të vërtetë Allah subhanahu wa ta'ala i mban qiejt edhe tokën që të mos binë. Wala in zalata, nëse kishin rato toka me rap i vendit vet, edhe qiejt me rap i vendit vet, çka kish do in amsakahuma min ahadin min ba'dihi. S'kish mujt me i majt ato as kush tjetër pas Allah subhanahu wa ta'ala. Po Allahu është innehu kana haliman ghafura. Allah subhanahu wa ta'ala është halim, është shumë i butë, i pret robët e vet, edhe besimtarët edhe jo besimtarët. Nuk ja u shpejton dënimin, nuk e lën qiellin me ramitan, nuk e lën tokën me uqa. Po kjo është emri Allah subhanahu wa ta'ala, al-halim, është shumë i butë, edhe është ghafur, ja u mbulan atyne gjinohet. Wa wada'a al-mizan, dhe ka vendos Allah subhanahu wa ta'ala drejtësinë në tokë. Edhe pasi që ka vendos drejtësinë në tokë, i ka urdhëruar krejt krijesat që me mbaj drejtësinë, nga se kjo është sifat, kjo është cilësi prej cilësive më të larta, edhe të burrnisë që njëri me majt drejtësinë. Alla tatghaw fil mizan. Ne ka vënë këtë drejtësi që mos me kalu kufirin e saj, që mos me bëu zullëm, mos me bëu padrejtësi, qoftë me fjalë apo me vepra. E kjo ka të bëj edhe me shitblerin, me mizanin i cili është peshore, e cila i mat gjësendet cilat shiten.
wa aqimu al-wazna bil-qist wa la tukhsiru al-mizan. Prap Allah subhanahu wa taala urdhëron dhe thot mbajini me drejtësi peshojën dhe mos lani mangun në të. Wal arda wada'aha lil anam, edhe tokën e ka shtrirë dhe ka bërë përshtatshme për robët e tij. Kretë këto mirësi Allah subhanahu wa taala i përmend që më na tregon neve, më na ngjall zemrat, se njeri kanë ka një mirësi tek e cila i ka syt, edhe ka zemrën e lidhur me ta. Kur e hupat mirësi, do këtë që i ka hup kretë mirësi. Allah subhanahu wa taala na tregon që edhe toka në cilën ecni ju, edhe qielli i cili ju mbulon, edhe zbret shiu prej tij, edhe kretë këto mësimi i Kuranit, mësimi të folurit, të shprehjes, kretë këto janë mirësi të mëdha për të cilat njeri nuk e falenderon Allah subhanahu wa taala. Kur nalet njeri me thonë Allah alhamdulillah që e kelon këtë qiell, që nuk bjen për mi neve, këtë qiell i cili prej tina të na furnizon me ujë me të mira. Po njeri subhanallahu ashtu, që ka cilësu Allah, i bën zullum vetit shumë edhe mohon shumë. Kjo është njeri në përgjithësi. Fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam. Tash Allah subhanahu wa taala tregon se çka ka në këtë tokë. Thot në tokë ka pemë të llojeve të ndryshme, cilat i dim, pemë të shumta. Po edhe i veçantë, thot ka dhe hurme me deg plot me fruta që njerëz i konsumojnë ose edhe i ruajnë për më vonë. Disa i ruajnë për më vonë për veti, disa i ruajnë për tregti, krejt këto janë prej mirësisë të Allahut. Wal habbu dhul asfi war rayhan. Në tokë ka edhe drithra me kasht, siç janë elbi dhe gruri për shembull, e që janë ushqime për kafsh, po janë edhe bim ushqyese ose janë edhe bim aromatike. Këto janë kuptimet e këtij ajeti. Pastaj në ajetin e 13 Allah subhanahu wa taala e përmend ajetin cilin tash kam e përmend vazhdimisht surën Ar-Rahman 31 herë. Thot fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Ju drejtohet njerëzve edhe e gjinëve. Dhe ju thot cilën mirësi prej mirësive të Allah, Zotit ju, po e mohoni o ju njerëz edhe o ju e gjinë. Kur kretë këto mirësi i keni, edhe shumë mirësi tjera, wa ma bikum min ni'metin fa min Allah, cilën do mirësi që e keni Allah thot, është veç prej Allahut. Thumma idha massakum ad-durr fa ilayhi taj'arun. E pastaj kur juve ju godet në fatkeqësi, në sprov, ju ktheheni te Allah subhanahu wa taala me lutje. E kur jeni rahat, e dini që jeni rahat edhe nuk e lutni Allah subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Cilën mirësi edhe me çfarë haku, me çfarë drejtësie po i mohoni këto mirësi të Allahut subhanahu wa taala. Pastaj Allah subhanahu wa taala flet për krijimtarin e njerijut edhe të gjinëve, dhe tregon se prej çkafit i ka kriju. Po para se me dal të ky ajet, pasi që ajeti paraprak përmendet shumë, këtë sure e transmeton Tirmidhiu në sunenin e tij një hadith për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ku Xhabiri thotë që një herë prej herëve ka dalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tek sahabit edhe ja u ka lexuar surën Ar-Rahman prej fillimit deri në fund. 78 ajete. Ja u ka lexuar krejt prej fillimit deri në fund. Edhe thotë Xhabiri, kërkosh prej njerëzve nuk ka reaguar diçka, s'ka fol diçka. Veç e kanë dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke recituar këtë sure, edhe s'kan pas në kundër përgjigje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë që një natë prej natëve, kur jam taku me agent, ja kum lexu këtë sure, edhe ata kanë pas përgjigje shumë më të mirë se sa jo. Sa herë kum lexu ajetin fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Cilën mirësi prej mirësive të Zotit tuaj po e mohoni, agent kanë thënë la bi shay'in min ni'amika rabbana nukadhib falak alhamd. As një mirësi prej mirësive tuaja o Zot nuk po e mohojnë. Ty të takon falënderimi. Kjo ka qenë kundër përgjigja e gjinëve sa herë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lexuar këtë ajet. Pastaj vazhdim Allah flet siç thamë për krijimtarinë e njerëzit, për babain e njerëzimit Ademin alayhis salam, cilën thotë që ka kriju prej baltës së tharë, prej cilës dëgjohet një zhurmë kur e godet me diçka ose kur ajo thehet. Ajo është balta sikur porcelani. Kështu thotë i ka kriju njerëz, fillimin e krijimit njerëzve. Ndërsa e gjend khalaqa al-insana min salsalin kal-fakhar, Allah subhanahu wa khalaqa al-janna min marijin min nar. Ndërsa e gjend i ka kriju prej flakës së pastër të zjarrit
pa tym. Sa që edhe Iblisi, kur është anku te Allah subhanahu wa ta'ala, i ka thonë, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Çka të ka ndalu ty o Iblis me i ranë sejdë Ademit alayhis salam kur unë të kom urdhnu? Qala ana khairun minhu. Ka thonë, unë jam më i mirë se sa ai. Në çfarë aspekti ka menduar që është më i mirë? I ka thonë Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqtani min narin. Mund ke kriju prej flakës, wa khalaqtahu min tin. Dhe ata ke kriju prej baltës. Ju ka dogë që zjarri është më i mirë se sa balta. Prapë Allah subhanahu wa ta'ala thot, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Cilën mirësi prej mirësive të Allah po e mohani. Edhe këta thënë dietarët të sunet me thonë, mas këtij ajetit asnjë mirësi o Zot ynë prej mirësive tua nuk i mohojmë dhe ty të takon falënderimi. Rabbul mashriqayn wa rabbul maghribayn. Allahu është Zoti edhe kujdestari, edhe ai i cili ka kriju dy lindjet edhe dy perëndimet. Është për qëllim lindjen verës edhe dimrit, edhe perëndimin verës edhe dimrit, nga se dallon lindja dhe perëndimi gjatë stimeve, gjatë verës edhe gjatë dimrit. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Maraj al-bahrayn yaltaqiyan. Allah subhanahu wa ta'ala i ka leju dy dete të ndryshme që të takohen mes vete. Por që të mos përzihen deti i cili është i kripur me detin e ëmbël. Edhe kjo është prej madhështisë të Allah subhanahu wa ta'ala. Me i kriju dy dete të ndryshme, cilat preken me njëra tjetrën por nuk përzihen. Maraj al-bahrayn yaltaqiyan, cilat do të thonë takohen mesin e tyre. Bainahuma barzakhun la yabghiyan, mesin e tyre ka vu pengesë, ndarëse cila nuk i lejon të përzihen. Edhe si shkak i kësaj, uji i cili është i kripur mbetet i kripur, ndërsa i cili është i ëmbël mbetet i ëmbël. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Prapa jeti njëjtë. Yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal-marjan. Prej këtyre dy deteve, thot Allahu xhalla wa ala, nxiren perlat, që janë margaritarët, dhe koralet që janë gjevahirat. Edhe këto mirësi të mëdha, nga se këto janë gjësende shumë të çmuara, prej cilave njëri përfiton shumë, e që përdoren si zbukurime. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. E cilën mirësi prej mirësive të Allah subhanahu wa ta'ala po e mohani. Walahu al-jawari al-munsha'atu fi al-bahri kal-a'lam. Dhe atij Allahu subhanahu wa ta'ala i takojnë, apo ai është i cili i ka kriju edhe ja ka jep ide njerëzve, ja ka mundsu me i kriju anijet lundruese në det, të cilat janë shumë të larta dhe të cilat prej largësive duken sikur se të ishin male apo kodra. Kështu thot Allah subhanahu wa ta'ala. E që kjo çështje e anijeve është shumë interesant, se njerëzit përfitojnë shumë prej anijeve. Edhe në transport, po edhe në shitblerje, edhe në udhëtime, edhe është një mirësi e madhe që anija man shumë, do të thonë pesha shumë trona, sa që shumë prej njerëzve që miren me këto punë i masin mallrat jo me kilogram, po me vend. Sa nxen vend, për shembull një mall në anije, se anija mundet me majt shumë, po vendi është i kufizuar. Edhe kjo është mirësi e madhe Allah subhanahu wa ta'ala, që gjithë ajo peshë, qindra miliona kilogram, mund me udhëtu me një anije. Anija me çka konton? Qindra miliona kilogram. E çfarë mirësi Allah subhanahu wa ta'ala është kjo? E pastaj vjen njëri dhe e mohon mirësinë Allah subhanahu wa ta'ala. E njëjta edhe aeroplani, subhanallah. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun. Allah kur flet për zogjt, i tregon njerëzve se a nuk po e shehnin mbi juve se si fluturojnë, se si hapin kratë dhe i mbyllin kratë. Një krijesë shumë e vogël, po tash paramenon aeroplanin, cilin Allah subhanahu wa ta'ala i ka leju njerëz me kriju edhe e ka leju me udhëtu në ato në qiell, subhanallah, në ato lartësi. I lartësuar është Allah subhanahu wa ta'ala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Kullu man 'alayha fan. Çdo gjë që ka në sipërfaqen e tokës, thot Allah subhanahu wa ta'ala, do të zhduket dhe do të shkatërrohet. Gjithçka që ka mbi sipërfaqen e tokës, siç thot Allah azza wa jalla në surën
çdo send do të shkatërrohet përveç fytyrës së Allahut subhanahu wa taala. Veç Allah subhanahu wa taala mbetet, çdo send tjetër shkatërrohet. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Dhe mbetet fytyra Allahut, zotëruesit të madhështisë dhe bujarisë, i cili është i vetmi i cili nuk vdes. I cili është i vetmi i cili nuk vdes. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Pastaj vazhdon Allah tregon nevojën e njerëzve që kanë për Allah subhanahu wa taala. Thot: "Yas'aluhu man fi s-samawati wal ard." I gjithë krijimtaria, gjithkush që është në qiell dhe në tokë, kërkon prej Allah subhanahu wa taala. Dhe ka nevojë për Allah subhanahu wa taala. Thot Allahu jalla jalaluhu surën Fatir: "Ya ayyuhan nas", o ju njerëz, "antumul fuqara'u ila Allah." Në të vërtetë ju jeni fukara, ju jeni nevojle për Allah subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allahu është i pasur, s'ka nevojë për kërkon dhe është i lavdëruar. Kulla yawmin huwa fi sha'n. Çdo ditë Allah subhanahu wa taala i ka disa punë cilat i kryen. Çdo ditë Allah subhanahu wa taala merret me diçka. Kjo është kuptimi i ajetit, që dikujt i jep jetë, dikujt ja merr shpirtin, dikon e furnizon, dikujt e nal furnizimin, dikon e ngrit në pozitë, dikon e ul. Allah subhanahu wa taala kulla yawmin huwa fi sha'n. Çdo ditë mirret me diçka. Kulla yawmin huwa fi sha'n. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Prap Allah subhanahu wa taala thot: "Cilën mirësi prej mirësive të Allah subhanahu wa taala jeni duke e mohu." Sanafrughu lakum ayyuha ath-thaqalan. Pastaj Allah subhanahu wa taala ju drejtohet njerëzve edhe e gjinëve, edhe i kërcënon ose ja u tërheq vretin. Ju thot që sanafrughu lakum ayyuha ath-thaqalan, o ju njerëz edhe o ju gjin, o ju krijesa madhështore, ka me ardhë një ditë prej ditëve në cilën Allah subhanahu wa taala ka me u marrë vesh me juve. E që është dita e gjykimit, dita kur Allah subhanahu wa taala i gjykon njerëzit, i gjykon krijesat e tij. I kërcënon, ja u tërheq vretin që me punu vepra të mira dhe me u përgatit për atë ditë. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Ja ma'ashara al-jinni wal-ins. Ju drejtohet prap Allahu e gjinëve dhe njerëzve dhe ju thot: "In istata'tum an tanfudhu min aqtari as-samawati wal-ard fanfudhu." Nëse keni mundësi me dalë për te kufive të qiejve dhe tokës, dilni. Ka diskutim mes dietarëve se ky ajet a ka të bëj me dynjen apo me ahiretin. E që më saktë është që ka të bëj me ahiretin. Ju thuhet atë ditë kur Allahu i mbledh dhe i gjykon njerëzit dhe gjinët dhe krijesat, ju thot nëse keni mundësi me me dalë për te kufive të qiellit dhe tokës, ikni. Por ju ka treguar që la tanfudhuna illa bisultan. Nuk keni mundësi me dalë as prej qiellit, as prej tokës, as me prej gjykimit të Allahut subhanahu wa taala, vetëm me një forcë tepër të madhe. E që ajo forcë nuk i takon në ditë dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Yursalu alaykum shuwadun min narin wa nuhasun fala tantasiran. Nëse veç dojnë me njerëz atë ditë për dënimin e Allahut subhanahu wa taala, Allah i thotë që ju dërgon flak të zjarrit, apo tungj me bakër të shkrirë, apo edhe tym, përmes cilit i dënon njerëz të cilët i kanë mohu mirësitë e Allahut subhanahu wa taala dhe nuk kanë mundësi që të mbrohen prej Allahut subhanahu wa taala. Fala tantasiran. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Pastaj Allah subhanahu wa taala flet për ardhin e kiametit dhe i tregon disa cilësi, disa gjëra që ndodhin kur vjen kiameti. Thot Allahu jalla jalaluhu: "Fa idhan shaqqat as-sama'." Në ditë kur do të qahet qielli. Prej mirësisë të Allahut është që e kena përmendur surën Qaf që qielli nuk ka qarje. Ndërsa në ditë vijnë qarjet e qiellit. Allah subhanahu wa taala urdhëron që qielli më u qa. Fa kanat wardatan kad-dihan. Edhe në ditë është për qëllim dita kur zbret Allah subhanahu wa taala dhe afrohet. Ajeti që e thamë fillim: "Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan." Afrohet Allah subhanahu wa taala për gjykim dhe vinë melekët rreshtohen. Në ditë Allah subhanahu wa taala thotë që ngjyra e qiellit bëhet e kuqe, sikur se ngjyra e trëndafilit. Qielli bëhet i kuq sikur se ngjyra
e trëndafilit. Dhe gjithë çka ka në të, do të tretet ashtu si tretet dhjami i shkrirë. Kjo do më thonë ndodhë në ditën e gjykimit. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. E cilën mirësi për mirësive të Allah subhanahu wa ta'ala, Zotit tuaj po e mohoni. Fa yawma idhin la yus'alu an dhanbihi insun wala jan. Atë ditë për gjunat që kanë bërë njerëz edhe gjend nuk pyeten. Kjo ka më shumë se një kuptim. Kuptimi i parë është që kanë thonë dietarët, nuk pyeten nga se Allah subhanahu wa ta'ala i din gabimet dhe gjunat dhe haramet që i kanë bërë krejt. Edhe njerëz edhe gjend, s'ka nevojë me i marrë pyetje, ata mi tregu. I ka Allah subhanahu wa ta'ala dhe të shkruar në libra të cilat i kanë shkruar melekët. Po janë të shkruar ato vepra edhe në Lauhul Mahfuz, librin që është i ruajtur mirë, që është në lartësitë Allah subhanahu wa ta'ala. Kështu që s'ka nevojë me u pyeta ditë askush. E disa dietarë thonë është për qëllim që në disa faza të asaj ditës nuk pyeten njerëz. Ndërsa në disa faza tjera, në disa kohë tjera edhe pyeten, i pyet Allah subhanahu wa ta'ala për veprat që i kanë bërë. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Yu'rafu al-mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin-nawasi wal-aqdam. Këtu Allah subhanahu wa ta'ala i përmend kriminalët. Mujrim i bjen kriminal. E kur përmendet kjo fjalë në Kur'an, është për qëllim, jam për qëllim me të jo besimtarët. Jo sikurse fjala fasik që thonë në shqip, që ka mundësi me qenë fasik edhe besimtar musliman. Po ka mundësi me qenë fasik edhe jo besimtar. Ndërsa mujrim, Allah i ka për qëllim jo besimtar. E thot Allah që atë ditë jo besimtarët, kriminalët njihen në bazë disa shenjave që i kanë ata. E që janë ftyrat e tyre, cilat ja umbulon errësira. Andaj Allah subhanahu wa ta'ala thot, aty do të kapën këta jo besimtar, këta kriminal me rrëmbim, me forcë shumë të madhe. Është përmend disa ethere që melekët vini kapin edhe tregon mënyrë. Allah këtu tregon fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam, kapën për fillimin e kokës, për ballin e tyre dhe për këmbët e tyre. Në disa transmetime prej sahabive ose tabeinëve tregojnë që kapët pjesa e kokës edhe pjesa e këmbëve dhe bëhen bashkë për përmas. Allah na ruaj, i rrëmbejnë melekët. Fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Dhe njihen përmes atyre shenjave të cilat i përmendëm, siç thot Allah xhalla wa ala në surën Az-Zumar, wa yawma al-qiyamati tara alladhina kadhabu ala Allahi wujuhuhum muswadda. Ditën e gjykimit, njerëz që e kanë përgënjeshtruar Allah subhanahu wa ta'ala, njihen përmes ftyrave të tyre të cilat janë të zeza. Ftyra të zeza, të nxira. Alaysa fi jahannama mathwan lil mutakabbirin. Ndërsa në surën Al-Fath, kur flet për besimtarët e mirë, i tregon shenjat që i kanë ata. Thot Allah xhalla xhelalu, simahum fi wujuhihim min athari as-sujud. Ata i kanë shenjat e bukurisë së tyre dhe timanit të tyre, ftyrat e tyre, për shkak se kanë rënë sejdë Allah subhanahu wa ta'ala. فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. Ju thuhet atyre atë ditë, hadhihi jahannam. Ky është xhehenemi që po e shehni, cilin e keni përgjigjëstruar ju kriminal. E shohin mos, s'ka më gajb për ta, s'ka më fshehsi për ta, shihet. Hadhihi jahannamu allati yukadhibu biha almujrimun. E tregon dënimin e tyre, yatufuna bainaha wa bain hamimin an. Ata do të sillen vërdall ndërmjet zjarrit dhe ujit i cili është val. Dënim me zjarr edhe dënim me ujë. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. E cilën mirësi për mirësive të Allah subhanahu wa ta'ala po e mohoni. Në vazhdim Allah subhanahu wa ta'ala fillon edhe flet për xhenetet e tij, për disa kopshte të cilat i ka specifikuar për robët e tij të mirë në xhennet. Spari flet për dy kopshte dhe për mirësitë që janë në ato dy kopshte, të cilat janë për njerëzit më të afërt të Allah subhanahu wa ta'ala, për robët më të mirë. Kemi me marrë inshallah të sura Al-Waqi'a, që është ndahen njerëz ditën e gjykimit, edhe besimtarë që është ndahen dy grupe. Al-Muqarrabun, njerëz më të afërt të Allahut, as-Sabiqun,
edhe tjerë, ashabul yamin, njerëz të djathtës. E këto Allah subhanahu wa taala flet për 4 xhenete. 2 xhenetet e para janë për njerëz më të lartë, dhe 2 xhenetet e dyta janë për njerëz besimtar, po të cilët janë pak më poshtë në derexhe. Edhe i tregon cilësitë e tyre. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Thot kush do që i friksohet qëndrimit para Allahut subhanahu wa taala ditën e gjykimit, për të si shpërblim janë 2 kopshte. Për të si shpërblim janë 2 kopshte. E që djetarë thonë që kush i friksohet Allahut subhanahu wa taala në dynja, s'ka nevojë me u friksu në ahiret. Është i sigurt në ahiret. Ndërsa kush do që rrin i sigurt dhe nuk i friksohet Allahut këto, s'ka me pas sigurit Allah subhanahu wa taala dhe ka mu friksu në ditën e gjykimit edhe pas ditës së gjykimit. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, e pastaj fillon edhe i cilëson, thot dhawata afnan. Në ato 2 kopshte ka shumë deg të bukurat të pemëve. Allah i cilëson këto xhenete me shumë deg edhe me shumë pemë, cilat i kanë këto deg gjata edhe të mëdhaja, që kënaqet njëri edhe kur i shikon, edhe i përdor sikur hije. Edhe pse në xhenet nuk ka diell, po kënaqet njëri duke qëndru poshtë atyre degëve dhe poshtë atyre pemëve, cilat thot Allah janë shumë gjata edhe me pemë të llojeve të ndryshme. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Fihima 'aynani tajriyan. Në ato 2 xhenete, thot Allah subhanahu wa taala, janë 2 burime të cilat vazhdimisht rrjedhin. 2 burime të cilat vazhdimisht rrjedhin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Fihima min kulli fakihatin zawjan. Në këto 2 xhenete, prej çdo pemë, thot Allah xhalla wa ala, janë 2 lloje. Disa dietar kanë thonë janë 2 ngjyra ndryshme të pemëve. Disa dietar kanë thonë janë 2 shije të ndryshme. Disa dietar kanë thonë janë 2 lloje të pemëve, njënin lloj të parin e njehni, ndërsa llojin tjetër të dytin nuk e njehni. Fihima 'aynani tajriyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban fihima min kulli fakihatin zawjan. Prapë Allah thot fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Dhe fillon e shpjegon se si rrin xhenetlit në xhennet. Dhe thot që muttaki'ina ala furush bata'inuha min istabraq. Ata rrin të mbështetur në koltuqe, në të cilat pjesa e poshtme e tyre apo pjesa e brendshme e tyre është prej llojeve më të mira edhe më të bukura të mëndafshit. Kjo është pjesa e poshtme e koltuqeve, në cilat ata mbështeten. Wa janal jannatayn dan. Edhe thot Allah që të mbjellurat në këto xhenete janë të afërta. Pemë cilat dënë me i hangër njeri, i ka afër. Nuk ka nevojë me u çu edhe me shku mi marrë dikon, ose mi porosit, mi blej. Jo, ai cili është në këmbë duke qëndru, i merr me lehtësi. Ai cili është duke ecë, i merr me lehtësi. Ai cili është i ulur, s'ka nevojë me u ngrit, edhe ai merr me lehtësi. Edhe ai cili është i shtrirë, i merr me lehtësi. Edhe kjo është prej mirësive të mëdha të Allahut subhanahu wa taala. Më kujtohet një herë prej herave një shejх, një hoxhë pa të përmend, që ka shku te një mbret prej mbretave arab. Pasi që e kalon postin, sukon më mbret. Edhe ka pas palma të shumta, hurme të shumta aty në barr. Edhe prej dëshirës të madhe dhe prej lezetit madh që është me marr pemën vet, njëri me kap me dorë vet, i ka ndërtu disa shkallë prej betonit, prej cimentit, deri te palma atje nalt. Edhe ka shku vet deri atje nalt, i ka nuk që është subhanallahu që përshkruan Allahu azza në xhenet. E që edhe në këtë dynja dhe për njerëz që s'janë mbretër, pema më e mirë është që njeriu nuk vet edhe han. Edhe kjo është prej mirësive që nuk ka lodhje në xhenetin e Allah subhanahu wa taala. Pastaj flet Allah subhanahu wa taala edhe një ajet thot fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Pastaj flet për gratë të cilat janë në xhennet. E që edhe ato janë mirësi prej mirësive të mëdha të xhennetit. Thot fi
fihinna qasiratu tarf. Në xhennet ka gra të cilat e kufizojnë shikimin e tyre vetëm në burrat e tyre. E që kjo është knatësi për burrin, që gruaja e tij mos më shikon ai burr tjetër, dhe mos më pa ai burr tjetër, vetë se burrin e vet. Kjo është prej mirësive të grave të xhennetit. Qasiratu tarf, janë gra të cilat i shikojnë vetëm burrat e tyre, kufizojnë shikimin në burrat e tyre. Lem yatumithunna insun qablahum wala jan. Asnjëherë para këtyre xhenetlive të cilët kanë ardhur, ato gra nuk i ka prek as një njeri e as ndonjë e gjin. Gratë pastërta të virgjëna. E ky ajet është edhe argument për dietarët që thonë që edhe e gjend hyjnë xhenet. Llogaritën edhe hyjnë xhenet. Nga se Allah thotë nuk i ka prek as një njeri pas e gjend. Që në kuptohet që në xhenet ka edhe e gjend. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban ka'annahunna al-yaqutu wal-marjan. I cilëson Allah këto gra dhe thot për nga bukuria dhe shkëlqimi i tyre, ato janë sikur se gjevahiri dhe diamanti, në pastërtinë, bukurinë edhe në bardhësinë e tyre. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban hal jazaa'u al-ihsan illa al-ihsan. A është shpërblimi i të mirës diçka tjetër vetëm se e mira? Ne e dim që Allah subhanahu wa taala është më bujari. Edhe nëse dikush sillet mirë me Allah subhanahu wa taala, edhe Allah subhanahu wa taala sillet mirë me ta. Dhe nëse dikush bën mirë te Allah për Allah subhanahu wa taala, Allah azza wa jall këtë nuk ja hub. Vetë se ja shumë fishon dhe ja kthen me mirësi të shumta. Për ata Allah thot hal jazaa'u al-ihsan illa al-ihsan. A ka diçka tjetër si shpërblim për vepër mirë vetëm se e mira? E që është xheneti me gjithçka që kanë tonë. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Ky është xheneti ose xhenetet e para, dy kopshtet e para në të cilat hyn besimtarët më të mirë rabte Allah subhanahu wa taala. Pastaj vinë edhe dy xhenetet tjera që janë pak më poshtë. Thot Allah jalla wa ala wa min dunihima jannatan. E nën ato poshtë atyre dy xheneteve janë edhe dy xhenete të tjera. E kemi përmend në shpjegimin e surës At-Tur, ajetin ku Allah thot وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Njerëz që kanë besuar në këtë dynjë, edhe Allah i ka shpërblyer aq shumë sa që i kanë ngrit shumë xhenet. Edhe fëmijët e tyre, pasardhësit e tyre s'kan pas mundësi me fitu atë gradë, po kanë qenë pak më poshtë. Allah subhanahu wa taala thotë që për mirësisë ti është që fëmijët e tyre i ngrit Allahu subhanahu wa taala afër baballarëve të tyre. E që kjo ka mundësi që aludon të këto xhenete, dy xhenete që janë më poshtë edhe dy xhenete që janë më lart. Nëse këto janë prind, te këto dy xhenete Allah prej këtyre dy xheneteve i ngrit fëmijët edhe i afron si knatësi për prind të këtyre fëmijëve, po edhe si knatësi për fëmijët kur i shohin prind të tyre. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban mudahammatan. Tash fillon edhe i cilson thotë që këto dy xhenete janë tepër të gjelbërta edhe shumë të bukura, nga se pse janë gjelbërta se në xhenet ka shumë ujë. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban fihima 'aynani nadakhatani. Në ato dy xhenete, në ato dy kopshte janë dy burime të ujit të cilat vazhdimisht gurgullojnë. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Pastaj Allah subhanahu wa taala thotë që aty ka pemë, edhe i specifikon dy prej tyre. I specifikon vetëm dy prej tyre, ndërsa te xhenetet më parë Allah subhanahu wa taala thotë fihima min kulli fakihatin zawjan. Çdo pemë i ka dy lloje. Ndërsa këtu thotë ka pemë, është pak më pak, ka pemë, edhe i përmend dy lloje që janë hurma edhe shega. Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban fihinna khayratun hisan. Në ato dy xhenete ka gra të bukura edhe të mira. Prapë Allah subhanahu wa taala i përmend gratë si shpërblim për burrat e tyre. E që janë gratë e tyre që kanë pas në dynjë, po edhe hyria që Allah subhanahu wa taala
i krijon për to, gra për ta. Janë gra të bukura me virtyte të larta, thotë Allah subhanahu wa taala. Gra të cilat nuk xhelozojnë. Qase në xhenet nuk ka xhelozi. Gra të cilat janë të pastërta. Nuk kanë hajd, nuk kanë cikël mujor. Nuk nervozohen, nuk hidhrohen. E kështu me radhë. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban hurun maqsuratun fil khiyam. Ato janë hyri të cilat e kufizojnë dajen e tyre vetëm në shtëpitë e tyre në xhennet. E që edhe kjo është mirësi për mirësive më të mëdha, edhe në këtë dynja. Allah subhanahu wa taala kur i drejtohet grave më të pastërta, të cilat i ka zgjedhur për pejgamberin e vet, për dërgumin e vet sallallahu alaihi wasallam, ju thot në surën Al-Ahzab: "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula." Kjo është cilësi shumë e mirë e grave. Rreni në shtëpitë tuaja. Dhe mos dilni jashtë me shpërfaq bukuritë cilat Allah ja ka jep, sikurse që kanë shpërfaq bukuritë gratë në xahiliat. Ky është urdhër për gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po edhe për gratë të tjera në përgjithësi. Po ashtu Allah i drejtohet sahabive dhe i thot, nga se ato gra kanë qenë nënat e besimtarëve. Gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë haram për njerëz të tjerë. Edhe pse janë haram për njerëz të tjerë, Allah thot: "Wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Nëse keni nevojë për diçka dhe ajo gjendet te gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë shkoni pyetni ato ose merreni adgjësen prej tyre, por mbrapa një murit. Ka shumë i ka ruar Allah subhanahu wa taala dhe i ka nderuar dhe i ka ngrit gratë. Sa që mos mi pa dikush tjetër. Fas'aluhunna min wara'i hijab. Pse? Dhalikum atharu li qulubikum wa qulubihin. Nëse ata, për çka kanë shku sahabit të gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Me pyet për një ajet, mos i ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam diçka. Ose kanë pas nevojë për veglat punës, ose për lugë, ose për piruna, për diçka ngjashme. Për këto punë Allah i ka thonë pyetni kur mes juve ka një ndarje, një perdë, një diçka që nuk i shihni ato. Pse? Kjo është më e pastër për zemrat tuaja, o sahabiu, njerëz më të pastër, njerëz që Allah më shumë t'i ka ngrit, dhe për zemrat e tyre, të grave. Allah xhalla xhelaluhu i nderon besimtarët në këtë mënyrë në xhenet, sot që gratë e tyre nuk i shikojnë burrat e tjerë, e kufizojnë shikimin në burrat e tyre vetëm, dhe gjithashtu e kufizojnë ndajen e tyre vetëm në shtëpitë e tyre. Është një hadith i cili ka të bëjë me këto rregulla, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hadithin e Ibn Umerit radhiyallahu anhu, cilin e transmeton Abu Davudi, ku pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam thot: "La tamna'u nisa'akum al-masajid." Mos i ndaloni gratë tuaja nga xhamit. Nëse ato kanë nevojë dhe kanë dëshirë me shku në xhami, nuk lejohet me i ndalu. Është e drejtë e tyre. Por në vazhdim thot: "Wa buyutuhunna khairun lahun." Por se shtëpitë e tyre, shtëpitë e këtyre grave janë më të mira për to edhe për namaz. Sikurse që shpërblimi për burrat është më i madh në xhami, njëjtashtu shpërblimi për namazin e grave është më i madh në shtëpiat e tyre. Edhe pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka jetuar përreth xhamis, edhe gratë e tij e kanë pas shtëpinë afër xhamis, prapse ka treguar që wa buyutuhunna khairun lahum. Shtëpiat e tyre janë më të mira për to. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, cilën mirësi prej mirësive të Allah subhanahu wa ta'ala po e mohani. E tregum që është mirë me thonë asnjë mirësi, sikur se kanë thonë e gjendë, asnjë mirësi prej mirësive të Allah subhanahu wa ta'ala nuk e mohojmë dhe Allahut i takon falënderimi. Njëjtë sikur gratë atyre dy xheneteve të para, edhe gratë këtyre dy xheneteve të dyta thot: "Lam yatmithunna insun qablahum wala jan." Nuk i ka prek, nuk i ka afruar me intimitet atyre para këtyre burrave, para këtyre xhenetlive, asnjë njeri dhe asnjë e gjin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban muttaki'ina ala rafrafin khudr wa 'abqariyyin hisan. Aty rrin të mbështetur, edhe këta burra po edhe gratë e tyre, në mbështetëse të gjelbërta. Ka përmend Allah subhanahu wa taala ngjyrën e gjelbërt që kanë pasur në xhenet, ngjyrë gjelbërt.
e me shtroja të bukura. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, e cilën mirësi prej mirësive të Allahut subhanahu wa ta'ala po e mohoni o ju njerëz edhe o ju e gjin. Tabaraka ismu rabbika dhil jalali wal ikram. I lartësuar është emri i Zotit tënd, të madhëruar e bujar. Emri Allah subhanahu wa ta'ala është i lartësuar edhe ka begati kur përmendet emri Allahut subhanahu wa ta'ala, saqë Allahu jalla jalaluhu na ka urdhëruar shumë herë që me përmend emrin e tij. Ndërto kur të lexojmë Kur'an, iqra bismi rabbik, lexo me emrin e Zotit tënd. Po ashtu kur thërrim kurban, për më bua jo kafsh halal me hangër, dhe të më thonë bismillah, me përmend emrin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një hadith që transmeton Tirmidhiu nga Aliu radhiyallahu anhu: satru ma bayna a'yuni al-jinni wa awrati bani Adam idha dakhala ahadukum al-khala idha dakhala ahaduhum al-khala an yaqula bismillah. Do thon vija ndarse apo ajo e cila është mesin e juve edhe e gjinëve që e gjinët mos me ju pa juve kur i hekni rrobat tuaja në tualet, është fjala bismillah. Kur njeri thot bismillah dhe i largon teshat, e gjinët nuk e shohin. Kështu që emri Allah subhanahu wa ta'ala është i lartësuar edhe është prej sunetit me përmend në shumë vende, siç tham kur lexohet Kur'ani, thirret kurbani, shplohen avretet e kështu me radhë. Me kaq përfundon tafsiri i surës Ar-Rahman. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.